Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Diabeti është një grup heterogjen i sëmundjeve që karakterizohet nga ngritje kronike e glukozës në gjak. Ai lind sepse trupi nuk është në gjendje të prodhojë insulinë të mjaftueshme për nevojat e veta, qoftë për shkak të sekretimit të insulinës së dëmtuar, veprimit të dëmtuar të insulinës ose të dyve. Diabeti prek rreth 300 milion njerëz në vit në mbar botën dhe kjo shifër është në rritje. Ekspozimi kronik ndaj glukozës së lartë në gjak është një shkak kryesor i dështimit të veshkave, humbjes së të pamurit dhe një sër dëmtimesh të tjera të indeve. Diabeti gjithashtu predispozon për sëmundje arteriale, jo më pak sepse shpesh shoqërohet nga hipertensioni, çrregullimet të lipideve dhe mbi peshë. Shumë raste të diabetit dhe pothuajse të gjitha pasojat e saj afatgjata të padëshiruara janë potencialisht të shmangshme, por kjo do të kërkojë ndërhyrje në një nivel shoqëror, si dhe në atë mjekësor. Pra, diabeti me një fokusim të veçantë për komplikimet më të shpeshta të tij do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktoreshën Arita Haxhiu, endokrinologe. Përshëndetje doktoresh, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Përshëndetje dhe ju falenderoj që më keni zgjedhur mua që sa do pak të ndihmojmë popullatës për këtë sëmundje që është pandemi në ditët e sodit, që ka komplikacione shumë të mëdha dhe me një diagnostikim të hershëm dhe trajtim më pas të saj shpëtojmë jetën e njerëzve dhe faleminderit shumë që më keni zgjedhur. Pra, para se të kalojmë tek komplikimet, ju kisha lutur që të flasim për diabetin. Çfarë sëmundje është diabeti? Absolutisht. Diabeti është një sëmundje kronike, e cila përfshin çrregullimin metabolik të glukozës ose të sheqerit në gjak, që më na kuptu popullata ma mirë. E cila ndodhet në disa lloje, po llojet kryesore kena diabetin tip 1 edhe diabetin tip 2. Diabeti tip 1 kryesisht paraqitet mosha të reja. Diabeti tip 2 paraqitet mosha pak më të shtyme. Dallimi midis këtyre dyjave ose këtyre dy tipeve është se diabeti tip 1, pankrasi që është një organ i vogël i vendosur ndër zemër, nuk prodhon sa duhet insulinë. Do me thonë, ka munges absolute të prodhimit insulinës. Prandaj trajtimi i këtyre pacientëve shkon pastaj vetëm me insulinë. Ndërsa te diabeti tip 2 është kryesisht gjenetik. Do me thonë, deri në 80% rasteve është gjenetike. Do me thonë që dikush ka familje diken që vuan nga diabeti i sheqerit dhe pankrasi i tyre prodhon mjaftueshëm insulinë. Dhe është shumë më pak i rrezikshëm diabeti tip 2 se sa diabeti tip 1. Sa diabeti tip 2, nëse pacienti është i edukuar mirë për dietën edhe aktivitetin fizik që në dy shtyllat kryesore, ajo shumë kollaj menaxhohet me tableta. Cilat janë shkaqet kryesore të diabetit? Po flasim për diabetin tip 2. Tipi 2, tham ashtu si tha më herët, është kryesisht gjenetik, e para punës. Atëherë unë më shumë kisha cek kush janë ata pacientë më të rrezikuar mu prek për diabetit tip 2. 1. Të ata pacientë që kanë dikën familjar që vun pi sëmundjes sheqerit. 2. Të ata pacientë që kanë peshë të mëdha. Kryesisht peshën më të madhe e kanë në pjesën e barkut, që i themi na obezitet central. Do me thonë e kanë barkun e madh. 2. Të ata pacientë që kanë jetë jo mirë të menaxhueshme në aspektin nuk kanë kohë me kontrollu çka po hajnë e çka po pinë, e nuk kanë kohë me u marrë me aktivitet fizik. Do me thonë, kryesisht është obeziteti edhe pjesa gjenetike ose trashëguese që e bën një pacient më të rrezikuar mu prek pje diabetit tip 2. E treta, te pacientët që vujnë prej sëmundjeve reumes, e marrin ilaçe që thirren kortikosteroid, dihet që këto ilaçe kur merren për një kohë gjatë e kanë rrezik me u shkaktu te pacientat sëmundjen e sheqerit. 4 ata pacientë që vuajnë nga kanceri, nga sëmundjet onkologjike dhe që janë në kemoterapi, e kemoterapia e tyre ka disa ilaçe imunosupresive që rrezikon sëmundjen e sheqerit. Do me thonë, këto janë ata pacienta që kanë më tepër rrezik mu prek për sëmundjes së sheqerit. Cilat janë simptomat që e bëjnë një pacient që dyshojë se ka të bëjë me diabet? Simptomat më të shpeshta për të cilat edhe bëhet apel në qoftë në televizion, qoftë në radio, qoftë fletushka të ndryshme që pacientët 45% munden me pas
smundje të heshtur. Prandaj bëhet kjo dita ndërkombëtare e diabetit që ton pacientave të paktën më marr një sheqer ngisht që ata me diagnostiku faza të hershme, sepse në 45% rasteve mundet me qenë pa simptoma. Sidomos diabeti tip 2 është pa simptoma në fillimet e saj. Fazat fillestare. E mundet më u diagnostiku, kena pas raste kur kam punu si interniste endokrinologe në Zagreb, mu diagnostiku kur pacienti orë me shtrëngim në gjoks, vështirësim frymare, kena bo EKG-n, ka pas infarkt, aty kena diagnostiku që infarkti është shkaktu nga diabeti sheqerit. E s'ka dit pacienti që ka, pse nuk dhemb. Kjo është e keqja. Diabeti i sheqerit është i heshtur, nuk shkakton dhimbje, dhe derisa nuk shkakton dhimbje, pacienti nuk paraqitet tek mjeku. Prandaj quhet edhe vrasës i heshtur, se t'jap komplikacione e dhimbje nuk të shkakton. Por që simptomat më të shpeshta pastaj kur paraqiten janë këto, që është mirë popullata me ditë që nëse e kanë ndonjërin pikë këtyre simptomave, e kanë peshën e madhe, e kanë edhe trashëgimi diabetin, paktën vlerësojeni një sheqer ngisht, nëse ju del e lart shkoni pastaj te mjeku. Simptom kryesor është etja e theksume, do me thonë janë të etur me pi ma shumë ujë, çuditen pse po e shtohen ma shpejt. 2 është urinimi i shpesh si rezultat të po pi ma shumë, normal që edhe do urinoj ma shpesh, sidomos gjatë natës. Na e pyesim pacientin për shembull gjatë natës sa herë po duhesh mos gjumë me shku me bo urinen, sepse dëmtohet funksioni i veshkave edhe si rezultat i tillë ata kanë më shpesh pastaj urinim. E treta është vështirësi në të pamun, ose turbullim në të pamun. Me thonë dikush thotë, unë e kam dioptrin, i kam syzat, po shoh si shibla për para syve, nuk po jam mirë, po mjegullohet pamja. Mjegullim pamje është një simptom tjetër që bën me dyshu mos është diabeti. E katërta është hupja e peshës pa ndonjë arsye. Do të thonë, unë po bim peshë gradualisht, pa mbaj dietë, pa ndonjë arsye jam tyran peshë. Edhe kjo duhet mi bo me mendu pacientët mos po i lëviz sheqerin gjak. E pesta mundet me qenë pirja e gishtërimve të këmbëve, ose dhimbja e këmbëve, pa shpjegueshme. Do me thonë, këto janë 5 simptomat më kryesore që një pacient në qoftë se i ka, aman të lutem, vlerësojnë një sheqer gjak. Që në qoftë se ne themi, vlerat e sheqerit mëngjes esëll normal janë nga 4 deri në 5.8. Ta shkenca e re thot qështu. Prej 5.8 deri në 6.9 quhet paradiabet dhe me kjen kufi. Prej 7 ose ma larë 7 me njerë shko te mjeku. Sepse kjo që është 7 ose ma larë se 7 mëngjes esëll veç po tregon që ke diabet. Pastaj kur vin tek neve, na ja bëjmë analizat ma detalume pankrasit për me pa a është pankrasi ty në jaft me shtry dhe inzulin. Demek, a është diabet tip 1 apo diabet tip 2. Që kjo është diferenca me bo, sepse na duhet që diferencë me bo për me dash me di që është me trajtu pacientin. Doktoresha Rita, në çfarë faze zakonisht paraqiten personat që kanë probleme me diabetin? Shumë pyetje e qëllume. Tani, duke qenë se tham mundet me qenë 45% rasteve pa simptoma, asimptomatike, këta 45% këta gjithmonë zbulohen kur jo shku tek mjeku për ndonjë arsye tjetër. Ose shku tek mjeku veshkave se po dyshon mos ka diçka në veshka se po urinon shpesh. Ose ka shku tek mjeku i zemrës se po ndjen një shtrëngim gjoks e mjeku i zemrës ka kërku me bo një sheqer i ndyr, gjitha ato analiza që i bëjmë të një për pacient. Ose ka lëvizje të tensionit arterial. E katërta është kur një pacient vjen, për shembull për gjëndër tiroide, kemi thënë që këtyre me gjëndër çdo herë ja bëjmë analizën e sheqerit, sepse o pa një ndërlidhshmëri dhe kemi shkruar publikime shkencore, raporti ose ndërlidhshmëria ndërmjet smundjes autoimune gjëndrës tiroide me hipotirozë që është e njohur në populatë si Hashimoto, me rezistencën inzulin që do thot me diabetin tip 2 të sheqerit. Çto raste zbulohen incidentalisht kur shkojnë te mjeku për komplet tjetër gjë. Do të thonë, këto janë raste që vinë, po pastaj ka edhe raste shumë na vjen vështirë kur shohim raste me komplikacione. Që ndoshta është bo komplikimi, ashtu si thashëm fillim, ka pas infarkt zemrës, tek ka kuptuar që ka pas diabetes e ka ditë. Ose ka pas dëmtim të syve, tek ka kuptuar që ka pas diabete nuk e ka ditë. Do të thonë, ka edhe raste të tilla që edhe me komplikacion
Dhe kur është bërë komplikacioni ka kuptu që bëhet fjalë për diabetin e sheqerit. Është rëndësishme të bëhet diagnostifikimin e kohë. Është më Absolutisht. lehtë të trajtohet. Absolutisht. Si çdo sëmundje tjetër kronike, kjo sëmundje kronike nuk kupton që zgjat gjithë jetën. Ne i themi pacientëve, duke qenë se është sëmundje kronike, duhesh me mbajtë si mikun më të mirin. Ashtu si që ti e mban atë, ai ka musil me ty. Nëse ti e mban mirë, ai kur problem s'ka me të bo. Që do thot, diagnostikimi i hershëm e ka trajtimin më të kollajshëm, pacientët edukohen si duhet, se do të flas edhe për këtë aspekt, edhe pastaj komplikacione kur nuk do ketë. Do të thonë, ne kemi pacient që kanë 35 vjet, 40 vjet, 50 vjet sëmundjen e sheqerit, asnjë komplikacion se kanë. Pse? Pse në fillim janë eduku mirë për ushqimin, për aktivitetin fizik, që ilaqen duhet mi përdor me rregull, që në qoftë se duhet me marrë inzulin, mos me rezistu, inzulinën e kena falë mik, e jo armik. Prandaj shqyqyr që i kena edhe tregu i Kosovës, farmacitë e Kosovës janë furnizume me gjitha ilaqet si që ka tregu në Evropë, nuk ma mërmendja që për diabet sheqerit mungon do i gjë. Unë tani aktualisht jam të punu në Kosovë, gjitha janë. Është shumë e rëndësishme sepse komplikacionet e diabetit, 1, janë shumë më të kushtueshme, 2, janë shumë më të rrezikshme për jetën e pacientit, edhe 3, e rrisin morbiditetin edhe mortalitetin. Çfarë do thot? E rrit sëmundshmërinë edhe vdekshmërinë. E pikërisht do flasim sot për këto komplikacione që janë shumë më të rrezikshme. Pasi që i përmendet komplikacionet, pra të kalojmë tek komplikimet. Cilat janë komplikimet më të shpeshta që i shkakton sëmundja e diabetit? Tani, sëmundja e sheqerit i jep komplikacionet akute nuk kupton të shpejta, rapta, edhe janë komplikacionet kronike. Komplikacion akut i sëmundjes sheqerit është vetëm kur hyp sheqeri shumë, që pacientët thotë kur e kam vlerësu sheqerin, aparatin e sheqerit që e vlerësojnë ngisht, ka dal hi. Ajo hi në kupton anglisht high, very high, që ka kalu 30 e 40. Ajo është komplikacion akut. Se ajo pastaj mund të dërgoj dhe ato që themi ne ketoacidoz, kom. Aty pastaj pacientët duhet mushtrin intenziv, se komplikacionet janë shumë të vështira edhe shumë të rrezikshme për jetën, e në qoftë se nuk ndërmerret brenda 48 orëve diçka, jeta pacientit mundet me na shku. Kjo rroll ndodh, shqyr pi zotit. Po, absolutisht. Këta pacient drejtohen në emergjencë, kur shohin që diçka sheqeri del hije, nuk janë mirë, djersiten shumë, hupin shumë lagje, ata direkt shkojnë në emergjencë. Dhe pastaj në emergjencë japen infuzion, e në infuzion brenda futet inzulin me veprim të shpejtë që direkt mjaun nivelin e sheqerit. Që kur kalon në ven, direkt kalon në gjak. Kjo është për komplikacion akut. Ndërsa pacientët kur i trajtojmë në shtëpi, i themi merr inzulinën në lëkurë, subkutan, ose tek krahu, gjysma e krahut, ose tek barku 4 gishta larg dizës. Ato janë inzulina që merren çdo ditë. Po kur je në urgjencë, ato japen ven për me dosh me shpëtu akut me pas veprim më shpejt. Ky komplikacion akut që shumë rrallë shqyr pi zotit shihet. Pse? Pse pacientët që kanë diabet e vlerësojnë shpesh, kujdesen vetë për veten, i marrin ilaqet me rregull, si ti hyp sheqeri 10-15, ata direkt trajtohen, kontrollohen tek mjeku dhe nuk e lën veten me arrit deri aty. Po komplikacionet kronike paraqiten tek pas 10 viteve që është zbulu sëmundja e sheqerit. Dhe këto dhe gradualisht paraqiten. Do thot i duhet një kohë gjatë kur pacienti se ka mbajt mirë sheqerin, tek pastaj paraqiten. Prandaj pe kemi vështirë pacientët me bin me marr terapin ose me vlerësu sheqerin fillim të sëmundjes, sa aty në s'ky shkakton kur far dhimbje, kur far problemi. Dhe ata po duhet mi bin që nëse nuk e marrin terapin me rregull, tek pas 10 viteve kanë mja pa shere. Tek pas 10 viteve kanë mu paraqit këto komplikacione. 1. Mas pari është sëmundja kardiovaskulare. Qa në kupton sëmundja kardiovaskulare? Në kupton sëmundja e enve gjakut krejt trupit. Enve gjakut zemrës, ngushtojnë enve gjakut zemrës e pacientat buen për stenta ose për bypass. Arterioskleroza. Arterioskleroza, bravo. E dyta është sëmundja ose insuficiencia renale kronike. Qa në kupton ajo? Dëmtimi i veshkave. So këta pacient kanë të pa mundun tona me urinu sasit urinës brenda 24 orëve, na duhet me pas minimum 2 litra. Këta pacient kur preken prej insuficiencës renale kronike ose dëmtimit kronik veshkave, nuk urinojnë sa duhet.
Kur nuk urinojnë, se na me urin i nxjerrim edhe gjërat e pa nevojshme për organizëm. Ai kur urinon, këto gjëra i mbesin në organizëm e pastaj për shembull rritet kalliumi në gjak e ky kallium pastaj ma dëmton zemrën. Shkakton aritmi deri në arrest kardiak. E këta pacient pastaj përfundojnë dializë. E treta është vërbimi i plot. Do të thonë, damtohet mas pari ena gjakut synit. Kur damtohet ena gjakut synit, shqyr se cili na e kena rregull, se cilit pacient i themi, një herë në vjet duhet me shku me i kontrollu syt te doktori i syve. E katërta komplikacion është që është shumë i vështirë për pacientin, shumë i dhimbshëm për pacientin, është plagët në këmbë. Qelen varë, gishtat e kombëve, po që thirret ndryshe dhe këmba diabetike. Tani këta pacient, kjo vjen si rezultat i damtimit i emve gjakut kombëve. Ma pak gjak i mbrin kombëve, ja nisin gishtat e kombëve me qenë ftofta, të pime, e ndryshon në ngjyrën likura, ngjyrë ma vimer, që të tregon që s'po shkon sa duhet gjak. Doktore, sa kohë duhet kaloj që ta kesh smundjen e diabetit e të fillojnë këto komplikime? 10 vjet ashtu siç thash. 10 vjet kurse ki mbajt mirë sheqerin. Mbajtja jo e mirë. Që do thot, na gjithmonë përpara vetës e kena një shembull çka duhet me arrit, cilat janë qëllimet e tona përpara një pacientit me diabet. Edhe i tregojmë pacientit kur e kemi në klinikën tonë. Themi, qëllimi jonë ka me qenë që vlerat e sheqerit me nxez esëll me qenë maksimumi 6-7, vlerat e sheqerit 2 orë mbas buke maksimumi me qenë 10-11. Në qoftë se e arrim këtë qëllim, atëherë me çdo vlera edhe 50 vjet me vujt me diabet, ky asnjë pikë komplikacioneve pacientët s'kan me pas. Dhe nëse nuk i kanë mi mbajt këto vlera, nëse kanë mi pas vlerat e sheqerit larta, atëherë këto vlera kadal kanë mi ngushtu ende gjakut krejt trupit. Prandaj thirret kardiovaskulare, zemrës edhe komplet trupit. Truni, syni, veshka, këmbët. Organet vitale. Po. Dhe pastaj edhe vuajnë zakonisht edhe nga kapslëku këta pacient, kur e kanë diabetin e sheqerit një kohë gjatë, jo mirë të rregulluar. Pse? Sepse damtohet, përveç që damtohen ende gjakut nga diabeti, damtohen edhe fijet nervore. E fija nervore kur damtohet nga diabeti, kjo quhet neuropati. Që do thot, nëse më damtohet mu fija nervore këmbëve, zakonisht pacientët vujnë nga ajo mpimja e gishtave të kombëve. Thot, i kam këmbët si dru, s'po i ndi që i kom të mijat. Ose durt. Sa që mershim shembull të tillë edhe me studenta kur shpjegonim, thonim e vën dorën mbi ploq të nxehtë, ku i bëjmë kujzim gjellën, nuk e ndin dhimbten. Do të thonë, pse nuk e ndin dhimbten, sepse dhimbjen e përçon impulsi nervor në përfije nervore. Kur damtohet, kputet fija nervore, s'ke dhimbje. E ke këmbën ose dorën e pime komplet. E kjo tregon që është prek nervi. E kur preket nervi është shumë keq. Doktoresha Rita, për mos më ardh deri tek këto komplikime, ju thatë se një prej faktorëve që mund ndikojnë paraqitjen e kësaj smundje është edhe ushqyeshmëria. Absolutisht. Shtyllat kryesore për me mbaj diabetin tip 2 të sheqerit nuk janë ilaçet, po është ushqimi edhe është hecja, aktiviteti fizik. Kur jemi te ushqimi, a ka ndonjë listë që ju i tregoni pacientëve se cilat ushqime mund t'i hajë dhe cilat nuk bëndje? Absolutisht, shumë e bukur si pyetje. Kemi formu lista, kemi formu ma mirë të themi pjate. Qysh duhet mu duk pjata e pacientit kur ulet pacienti me hongër? Ne i themi zakonisht ndaje pjatën në 3 pjesë. 2 pjesë më të mëdha edhe pjesën 3 më të vogël. Pjesa e madhe, një e dyta e kësaj pjesës, kanë me qenë perimet. Çfarë nuk kupton? Gjitha llojet e perimeve guxojnë mi konsumu, përveç 3 perimeve që zguxojnë. Orizi ka shumë sheqer. Patatja ka shumë sheqer, edhe pasuli ka sheqer. Ka protein, po ka edhe sheqer. Prandaj themi gjitha perimet guxoni mi konsumu, këto të trejat jo. Orizi, patatja edhe pasuli. As sasi të vogla nuk guxojnë. As sasi të vogla kur është zakonisht sheqeri i lartë. 2. I themi proteinat krejt guxoni mi konsumu, e kush janë proteinat? Mishi. Mishi s'ka as një pikë sheqer. Mishi ka protein edhe ka yndyr, po sheqer s'ka. Veza ka protein, ka yndyr, po sheqer s'ka.
Këpurdhat kanë proteina. Gjitha produktet e qumshtit kanë proteina dhe yndyrë, por sheqer s'kanë. Do me thonë, mishi, veza, këpurdha, produktet e qumshtit, gjitha guxojmë i konsumu. Qumshti njo se qumshti ka laktozë. E laktoza është sasia e sheqerin tombel. Prandaj themi kur bleni qumsht, nëse doni me konsumu qumsht, bleni pa laktozë. U kry, këto e proteinat. Pastaj i themi, brumi zguxon me konsumu. Sepse si mielli grurit, ashtu edhe mielli misrit ka 50% sheqer. Që do thot si buka kollomoqe, popullor që tash po them, ashtu edhe buka e gry që është buka bardh, ka 50% sheqer. Prandaj gjithë endokrinologët preferojnë mos mi konsumu këto, po me konsumu buk thekre. Buk integrale ose buk thekre me para sipër. Do të thot brumat jo, si buka, si pitet, si petlat, si lokumat, si flijat tradicionale janë shumë të lezetshme, kush nuk i don amanxhan, edhe unë i dua fort, por dijeni që sheqer ka, shumë e hyp sheqerin. E hyp sheqerin sa me hongër një copa besin. Tjetër janë frutat ose pemt që kanë sheqer, e ato që kanë mas shumëti, i themi pacientëve aman kujdes mos i konsumoni. Kush ka mas shumëti? Bananet, rushi, dardhat, fiku, fiqat, hurmat, kajsijat, kumblat edhe pjepni. Që to tetat nuk guxojnë me konsumu. I themi zakonisht, mollën jeshile, që është e therpt, guxon me konsumu. Kivin, guxon me konsumu. Portokallin, guxon me konsumu. Mandarina ka sheqer, ato mundë 1 ose 2, jo ma shumë. Shegen guxon me konsumu. Edhe shalqinin, boston që i themi na, guxon. Sepse shalqini o 90% uj, 20% ka sheqer. Prandaj, ty e mbaj që dietë që i bjen komplet ushqimet, perimet, gjillnat me lukshi, hani me buk thekne. Mos hani orez, kompira dhe pasoj. Tona tjerat hani me buk thekne, mishin konsumojni, vetëm nëse keni problem me yndyrë, pastaj e zgjidh mishin me hongër pa yndyrë. Vezime çdo herë i themin mëngjes, zgjoni hani 2 vezime, një copë buk zezë, një copë djath, një domate, një trangull, qep, krejt mëngjes. Po. Drekën ndoj sup, sallat, mish, çështo. Darkë sa malet. Frutat, gjithmonë i themi pemt ose frutat, mos i konsumoni mbas orës 6 mbas dite. Sa ato se cila prej tyre kanë sheqer. Tani, tjetër është nëse na i konsumojmë gjërat dhe pastaj ke kohë dhe mi shpenzu ato. Se kjo është ekuilibër. Në qoftë se ti i konsumon edhe ki kohën e tonde që mundesh edhe mi shpenzu, që do thot atë do jemi në ekuilibër, që do thot me bo aktivitet fizik. Nëse kishim pas mundësi me dal 45 minuta me bo një hecje më të shpejt, mbrëmje ose në mëngjes herët, ajo na ndihmon shumë. Kjo a duhet bëhet çdo ditë apo? Na themi minimum 3 herë në javë. Minimumi. E nëse mundet për çdo ditë ku më marr. Ma mirë rregullohet sheqeri kështu se vetëm me ilazhe. Doktoresha Rita, minutat e emisionit janë të kufizuara dhe kemi arritur minutat e fundit. Ju kisha lutur se para se të përfundojmë të flasim për preventive. A ka mundësi që ndërmerret diçka që të prevenohet paraqitja e diabetit? Absolutisht, shumë pyetje e bukur edhe kjo. Ashtu siç ta më herët, preventiva është numër 1 për preventiva është me pas një kujdese në ushqim dhe aktivitet fizik të rregullt, 1. E dyta, tani shqyr pi Zotit, na jena ty trajtu edhe kur sheqeri është te kufini. Hala pa hin smundje. E kjo është preventiva më e mirë. Që do thot, na do para diabet. Do me thonë, ne shumë vite edhe në Zagreb kemi dhënë terapi edhe kemi dhënë këshilla pacientëve për dietë dhe aktivitet fizik edhe kur është në para diabet. Edhe kena arrit me mbrojtje të pacienti mos mu bë diabeti tip 2. E qa do thot kjo? Kur vjen pacienti se thot jam arë se kam një peshë të madhe, po më zihet fryma, s'jom të undi mirë likurën teme. Ose ka që ortopedi se ka damtim gjujve, për shkak peshës madhe. Edhe kemi thënë, okej, ti me peshë madhe, ke ndoj smundje, ka thënë jo as një smundje. Okej, do i bëjmë analizat e gjakun me ngjezesëll, e gjithmonë analiza e bëjmë edhe sheqerin, yndyrën, mëlçinë dhe veshkën. Përveç sheqerit e bëjmë edhe këtë analizën e inzulines. Se ajo të tregon një farë raporti e llogarisim midis sheqerit dhe inzulines. Ky raport, nëse është mbi 2,
raporti ndërmjet sheqerit e inzulinës që shkencë thirret rezistenca në inzulinë, nëse o mbi 2 të tregon fazën e hershme që pacienti ka rrezik të ardhmen me hi smundje sheqerit. Ndoshta edhe 10 vjet i vyn për me hi. Edhe në qatë fazë të hershme me rezistencë në inzulinë e jepim terapinë edhe jepim këshillat pacientit, që me parandalu mos me hi smundje sheqerit. Një, e dyta, terapia është shumë e kollajshme edhe për parandalim. E para, gjithmonë kom thonë në për secilin emision që më kanë thirë, e para ma e mira është metformina, që s'ka as një efekt ansor, që duhet me ditë të cilët pacient duhesh me dhonë, e prandaj bën analizat e detajume gjakut për me ditë a guxon ky pacient me marë, do me thonë a është kandidat për ta, e tjetra është e lirë, s'është e kushtueshme hiç, edhe e treta të parandalon 1. mos me hinë smundje sheqerit, 2. parandalon mëlqinë e dhjamosme, se një komplikacion tjetër i smundje sheqerit është edhe mëlqia me dhjam, e treta të ndihmon ka pak me hub peshën bark. Që kjo është numër 1 për parandalim edhe. Edhe e dyta, tash për terapi, edhe për parandalim është edhe terapia me Ozempic që themi na, që injekcioni. Që tani njoftën popullat po thot është për me ndihmu pacientëve me hupesh. Po, se neve po na konvenon me hupesh, se të ky pacient pesha e madhe mbar pe bën rezistencë në inzulinë edhe pja paraqet diabetin tip 2 të sheqerit. Shumë pacienta kom pas tillë. Kanë ardhur djem të ri, shumë me pesha të ndaja që kanë familje dikon me diabet, ja kena bu analizat edhe i kemi thënë po na del rezistencë në inzulinë edhe po na del që je para diabet. Ekziston që kjo metformin tableta edhe që kjo injekcion Ozempiku. Cilën po donë me marë, asë njona nuk është e rrezikshme. Dyja janë shumë mira, fort i du. Se ka shpëtu jetë njerëzve. Ka pas shkrime bukur të madh për Ozempikun. Absolutisht. Para një kohë. Ka pas shkrime të pa bazuar në shkencë. Se shkenca është tjetër, shkrimet nga njerëz të pa ditun është tjetër. Kur neve çdo herë kemi pas nga profesor tonë në Kroaci, Zagreb, spitalin ku kom punu, spital fort i njoftën, spitali Rebro, spital shkencor i njoftën shkencë, edhe në Evropë, thojke, mbajni kriter që ka shkru në Evropa dhe Amerika, kur s'kime qenë keq. As nuk kime qenë keq para ligjit, as para pacientit. Përbaju kriterve. Ekziston vendi ku guxon më dhonë, edhe vendi ku s'guxon më dhonë. E këtë dallim e bon mjeku. Mjeku, po. Prandaj këtu pacientët, ka pas pacient që kanë pas shumë efekte pozitive, pastaj familjarët e tyre ose shoqënia e tyre në përgjithësi, se u shku fare te mjeku i pa efektin pozitiv, u shku e kanë marrë për vete pa bën ndonjë analizë. E ata, e prandaj këtu është pastaj ajo që është dhënë ose është dhënë pa recept. Po tani shoqër pizotit është bërë nivelizimi i çmimit të saj, edhe dyta shitet me recept mjekësor edhe kjo na ka shpëtuar. Doktoresha Rita, sa e përmbahen këshillave të mjekut pacientët që i keni ju përduar? Po. Do thotë, a i respektojnë këshillat e mjekut dhe a vinë kontrolla të rregullta, nga se duhet bëjnë kontrolla për pacient. Tani unë jam me lumtur që nga momenti që jemi kthyer nga Zagrebi, ne të dyja punojmë këtu në klinik dhe jam shumë e lumtur që duke qenë se për i ofrojmë kohë pacientit, e koha e vizitës tonë gjatë minimum 35 minuta dhe në 40 minuta, t'ju shpjegu nga dalë, t'ju sqaru gjitha problematika që mundet mi pas diabeti sheqerit në qoftë se nuk trajtohet mirë, t'ju sqaru gjitha komplikacionet, absolutisht që jam shumë e lumtur që pacientët na dëgjojnë. Edhe vinë kontrollat rregullta, na ndëgjojnë për dietën, dhe ndonjëherë ju vjen turp aty në prej neve, kur vinë e thonë doktoresh më fal se mbrëm kam ngrënë këtë gjë, e di që s'kam pas guxim me tregu, po hajtë se po tregoj se s'po du me të gëny. Do thonë, jam e lumtur që pacienti na dëgjon. E dim pse po na dëgjojnë, na kanë thënë që po na dëgjojnë sepse po japim kohë atyne. Edhe po e shohin që po e bëjmë punën me shumë shpejtësi. Edhe efektin e shohin. Kur jap kohë, kur jep minutazh të mjaftueshëm pacientit, kur jep shpirtin pacientit edhe shpjegimin e qartë, automatikisht gjithë kuptojnë. Po, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses bashkë dhe me motrën tuaj, do të thotë kolegë që e keni, që të keni sukses në punën tuaj dhe të vazhdoni me një punë tillë cilën ju ne duke bërë tash. Ju falenderit edhe një herë edhe shpresoj që sa do pak me këto këshillat e mia ti kam informuar në gjerësi popullatën për një smundje që është e rrezikshme nëse nuk trajtohet mirë. E nëse trajtohet mirë, kur s'ka me pas problem.
Sigurisht. Faleminderit edhe një. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.